Me marrjen e pyetje të dëshmitarëve anonim të prokurorisë sot vazhdoi gjykimi në rastin Banska, i cili po zhvillohet kundër Dušan Maksimovićit, Vladimir Tollićit dhe Blagoj Spasojevićit para departamentit special të gjykatës themelore në Prishtinë. Trupi i gjykues mori vendimi për mbylljen e seancës dëgjimore për publikun me kërkesë të prokurorit Naim Abazi, sepse siç tha ai, dëshmia do të bëhet publike, kjo mund të rrezikon sigurinë e dëshmitarit. Maksimović, Tollić dhe Blagojević u akuzuan për sulmin ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës dhe terrorizëm dhe u arrestuan menjëherë pas ngjarjes në Banjsk në vitin 2023 dhe që atëherë ndodhen në paraburgim. Disi me modest se vitet e kaluar komuna Leposaviqi shënoi ditën e saj me 20 tetor kur u shliruan nga turqit në vitin 1912 fëmijët udhëheqësit e komunës së Leposaviqit, përfaqësuesit e listës serbe zëvendësdrejtoresha zyres për Kosovë dhe Metohi Dušica Nikolić dhe ndihmës drejtoresha zyres Milica Dakić vendosën kurore dhe lulen dhe ndezën qirin në memorialin për luftëtarët e rënë. Kurore u vendosën në memorialin Leshko dhe Soçanica. Antari i kryesisë e listës serbe dhe kryetari i zgjedhur i komunës Zoran Todić u tha qytetarëve se shpreson që vitin e ardhshëm dita e komunës të fëmtohet më solemnisht. Për vite me radhë politika Albin Kurtit ka synuar pushtimin e plotë të veriut të Kosovës dhe mbylljen e institucioneve serbe, duke pasur parasysh se doli dobët në zgjedhjet lokale në shumicën e komunave mund të presim pengesa dhe presione të mëtejshëm, thanë kryetari i listës serbe dhe kryetari i zgjedhur i Zveçanit Dragisha Milović, dhe theksoi se uniteti dhe harmonia e popullit janë të nevojshëm sot më shumë se kurrë. Politika e tij gjatë gjithë këtyre viteve në fakt përfaqëson pushtimin e veriut, mbylljen e institucioneve serbe, ndërtimin e bazave dhe stacioneve policore në vend që të hap vende të reja pune për të rinjt, të zgjidh problemet sociale dhe të bëjë jetën më të lehtë për të gjithë qytetarët, tha Milović në një intervistë për Novosti. Akuzat dhe pohimet e shpeshta të Prishtinës se është Serbia ajo që kërcënon sigurinë e kësaj pjese të Europës janë vetëm zëvendësim të tezave, vlerëson studiuesi studimeve të sigurisë Nikola Vujinović. Ai shpreson se presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti përdorin këtë për të justifikuar sjelljen e tyre ndaj komunitetit serb në Kosovë. Në të kundërt, Avni Mazreku, profesori së drejtës europiane në Universitetin e Prishtinës, pohon se Serbia mund të kualifikohet si ajo që luan një rol shkatërrues në Ballkanin Perëndimor, kryesisht sepse refuzon të njeh pavarësinë e Kosovës, të cilën vazhdimisht e thot se është pjesë e territorit të saj. Mazreku e karakterizoi këtë si një lloj deklarate lufte. Analisti nga Shkupi Risto Nikovski beson se Washingtoni është rrobaçipsi i fatit dhe situatës së Ballkanit dhe vlerëson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë që asnjë destabilizim të rajonit dhe se Vjosa Osmani ka përsërit të drejtë kur thotë se siguria e Europës varet nga siguria e Ballkanit. Nesër në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të shqyrtohet raporti i fundit i sekretarit të përgjithshëm mbi situatën në Kosovë. Pritet që kreu i në detyrë i UNMIK-ut Milbert Donjung-Shing të nxjerrë në pas zhvillimet kryesore politike dhe të sigurisë në Kosovë, për gjithashtu të vërej se është bërë pak përparim në zbatimin e marrëveshjeve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Gjithashtu thuhet se autoritetet e Kosovës morën masa policore dhe gjyqësore kundër disa përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës, si dhe arrestimi i ndihmës drejtorit të zyres për Kosovë dhe Metohi Igor Popović me 18 kurrik çoi në refuzimin e Beogradit për të vazhduar dialogun. Kryeministri i Serbisë Gjuro Macu do të merr pjesë në samitin e Ballkanit Perëndimor si pjesë e procesit të Berlinit, i cili do të mbahet nesër dhe pasnesër në Londër, njoftoi qeveria e Serbisë. Britania e Madhe është vendi i pritës i procesit të Berlinit këtë vit dhe së fundi u mbajt një takim ministror në Belfast, në të cilën mori pjesë ministri i punëve të jashtme i Serbisë Marko Đurić.
Kosova do të përfaqësohet në samit në Londër nga kryeministri me mandat teknik Albin Kurti dhe këshilltari i tij Jeton Zylfaj për shtypin e Kosovës, duke njoftuar se do të ngrejnë çështjet e mosrespektimit të marrëveshjes atje. Moti nesër në Serbi do të jetë mesatërisht deri me vranësira, pa rreshje do të fryjë redop deri mesatare nga juglindja fort në pjesën e zonës së Koshavës. Temperatura mëngjesi do të sillet nga 1 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 17 deri në 21 gradë Celsius.